A është normale, edhe pse vjera është gabim, burri mbron nanën e vetë. Unë e rastin nuk du me gjyku rastin e juj personal, se ti po thu që vjera është gabim, ndoshta vjerën me ndëgju thot jo, nuk është gabim. Si do që tjetë, kjo është rast po e quajmë i izolum, na po flasim përgjithësi. Në pozitën më të keqe mes nanës edhe gruas është gjithmonë burri. Në pozitën më të keqe mes burrit edhe gruas janë fëmijët. Për fat keq. Çfarë themi neve për këta burra në këtë rast? Për çdo burr. Këshilla ime është në çështjet e drejtësisë nuk duhesh me majt krah as nanës as gruas. Ku i man krah? I man krah drejtësisë. Hakit. Kur e ka nana gabim i thush nanë ma bon halal, respekt maksimal, ke respektin mbi kokën time, po e ki gabim çto gruaja ka mirë. Është ndoshta e udhës që nërsyt njëna tjetrës mos mi thonë nanës se ki gabim se mundet mi urrit mane gruas, ose mos mi thonë gruas dhe më thonë e ki gabim nërsyt nanës se mundet më ndjen në çmume. E ndan veç e gjon një mesatare. Gjithmonë e mban drejtësinë. Respektin bën ja nanës maksimum. Po respektin ndaj nanës nuk të lejon mi bë zullum gruas. Ja, absolut jo. Sa është gabim kjo? Gabim është me mendu në këtë formë.